Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pullum Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Si u qep dosja ndaj Belinda Ballukut? S'pak nxitoi që zvendës kryeministrja të mos shpëtonte. Profesor, ju keni paralajmëruar arrestimin për zonjën Balluku. A mund të na thoni në ditët në vijim pritet arrestimi i saj? A keni informacion? Mirëmbrëma të dashur shqiptar, kudo që ndodheni, si çdo natë, por si që thash, fundi javës që kaloi, filloi një tronditje në qeveri dhe sot, sidomos, sot është po thuaj i ka rënë fare flaka kryeministris dhe parlamentit, të quajtur parlamentit, sepse sot ka qenë Dumani edhe tjerë. Sa për zvendës kryeministren, ajo sot duhet ishte arrestuar, e kështë thirrjen për të shkuar bashkë me avokat. Pra, ajo do arrestohet, mund të flasë edhe pak më vonë se ku ndodhet zonja zvendës kryeministre e Shqipërisë. Ajo do arrestohet, ajo do arrestohen edhe shumë të tjerë, erdhi koha e arrestimeve dashur shqiptar. Regjia, lutem edhe. S'pak bën gati arrestimet me urdhër nga SBA, zbulohen dosje që do të rondisin vendin. Profesor, duke thirrja në SPAK e zonjës Balluku i ka dhënë shkëndijën Partisë Socialiste. Kur zoti Rama lëshoi zonjën Balluku, atëherë mund të lëshoj këdo? Kush e ka radhën tani? Dashur shqiptar, gazetarja thot shkëndijën që është e vërteta ka zjarri. Ka mja kohë sepse është e thënë edhe nga Zoti, kur ke dërmend të djegësh tjerë, djeg veten. Keni 35 vjet që u kalën pa bukë, pa fëmijë, u tallën me ju, s'ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Shqipërisë. Pra, që javën e kaluar, nga fundi javës, që të njëjtën e të premten, i ka rënë zjarri, jo vetëm kryeministrisë, por dhe parlamentit. Do të thotë në vërtet zjarri, po i ka rënë zjarri do digjen vetë atë që i kanë bërë kombit dhe Shqipërisë këta. Pra, lista e shumë e madhe, dashur shqiptar, e shumë e madhe. Nuk është vetëm dhe zvendës kryeministri, nuk është vetëm dhe kryeministri, nuk është vetëm në ministrat, nuk është vetëm në ish ministrat, ish presidenta, ish kryeministrat. Ua kam thënë të dashur bashkëdhetar shqiptar, që më 90 dhe deri më sot, që kanë qenë deputet, që kanë qenë ministra, do kalojnë në sitë, si i themi ne, në sitën më të hollë, do kalojnë në sitë të gjithë pasurit që kanë ata, i kanë dhënë duke vjedhur e duke vrarë shqiptarët, duke spionuar, duke u bërë bashkëpunëtor me serbët dhe me rusët dhe me francezët. Pra, lista është shumë e madhe. Unë i shoh edhe në këtë piktur, dashur shqiptar, unë shoh ambasadoren tonë, nuk e di pse kanë futur këtu në mes. Ajo është ambasadore Amerikës. E shoh dhe poshtë që thot nga SBA zbulohet dosjet që do të trondisin vend. Dashur shqiptar, ambasada e ka thënë, unë e kam thënë gjithmonë para ambasadës, e ka thënë dosjet aq shumë ka të dashur shqiptar, sa të mbushë një vagon e treni, i mbani mend trenet e vagoneve dikush. Aq dosje ka, aq dëm i kanë bërë kombit shqiptar, sa s'kan ku vend, nuk kanë ku strehohen, dashur shqiptar. Unë e kam thënë dhe e them, e në hend vend, ati ku është flamuri shqiptar dhe amerikan, që në hend është flamuri shqiptar dhe amerikan, ne do t'i sjellëm këtu. Pra, Amerika e ka thënë me kohë, Amerika ka paguar, unë nuk kam thënë dikur ju të dashur shqiptar, nuk tallet me dollar amerikan, po tallet me dollar amerikan e gjen përfundimi shumë keq. E gjen edhe rrënjët si ai gremi që është në një tokë
A i shkon gjys metro poshtë, kurse ne do shkojmë 2 metro poshtë për të gërmuar dhe për t'i nxjerrë atë që u kanë bërë shqiptarëve. Atë që i kanë lënë shqiptarët edhe sytë e tyre nuk kanë me lot, janë tharë. Si nënat që presën me një shkop ke dera, presën të bire e tyre edhe si ka erdhur. Presën ndim, sepse shqiptarëve kjo që u kanë gjarë, nuk u kanë gjarë as me shekuj dhe as para 100 vjetë. Këto 35 vjetë dashur shqiptar është bërë hataja në derën e shqiptarëve, në derën e 97%-ve. Pra ajo shkëndi që tha gazetarja, që ka rënë, jo, ka rënë zjarri kjata. Unë nuk kam thënë, 97% do t'jenë të gëzuar, do t'jenë të qeshur, kurse 3% të dashur shqiptar, ku ka rënë zjarri brënda, do t'i djegi vetë. Pra, unë i shoh dhe një djalë i ri, një gazetar, shoh një ka qenë prokuror, shoh dhe kë ka qenë një policist dhe prokuror, këta dalën për natë dashur shqiptar, do bëhet kjo, s'do bëhet kjo, asgjë nuk din. Flasën në ajër, do arestohen shumë, dhe këta që flasën janë në listë për të arestuar dashur shqiptar. Sepse atë që i kanë bërë shqiptarëve do të paguajnë për së gjalli. Pra, gazetare, do tjetë lista shumë e madhe për arestimet, lista shumë e madhe në grada po dalën, si në Kosovë, si në Maqedoni, edhe si këtu në Shqipëri. Pra, lista shumë e madhe, do pastrohet llumi mbeturinave të fekaleve, do pastrohet njëre e mirë në tokën e Shqiponjave që e kanë mbytur vendin në vrasje, në vjedhje, në çdo gjë. Çfarë s'kanë bërë këta? Deri dje ishën në për rrugët e Evropës, sot janë bërë milioner. Pra, lista është e madhe dhe duhet të përfundoj me orë, jo me ditë, me orë duhet përfundoj. Spaku, 8 arestimet i ka nxjerrë dhe i ka shpend derë më derë, ka trokitur dhe ato janë gati tashi vetëm për të shkuar drejt burgu. Sidomos do arestohen shumë femra, gra, burgu i Pogradecit, po i pret atje për të vajtur gratë, ato që deri dje tingëlloshin, vishin me lloj-lloj veshje, me lloj-lloj floriri, të marrë nga të tjerët, pra shumë shpejt ato do t'jenë në burg. Qeveri teknike, zgjedhje të parakoshme, skenari që përmbys gjithçka. Profesor, ju keni përsëritur shpesh herë që do keni qeveri teknike. Dhe sot mediat kanë filluar të flasin për këtë opsion. Çfarë ka ndodhur që mediat po flasin si ju? Shqiptarë, unë u kam thënë gjithmonë, demi që i ka sjell kombit shqiptar, i ka sjell servilat o satelitët të quajtur analist dhe gazetar. Unë u kam thënë dashur shqiptar realitetin. Kur kam erdhur më në 10-ën, këta që janë në për gazetari dhe në për televizore që janë bërë gjoja bosat e televizorve, këta u veshën me pardesy të bardhë. Si këta dhe të partisë të PD-s, po thuaj, janë sot dhe gjallë të shumtit që ishën veshur me pardesy. Pra këta gazetarë deri dje shanin Amerikën, deri dje s'lan gjë pa thënë, sot thonë qeveri teknike, për arsye se do arestojnë. Ashtu tha dhe Berisha të premten, edhe sot që duhet qeveri teknike, por ai tha që e bëjnë shqiptarët, e kishte fjalën për veten e tij. Të dashur shqiptar, ne qeverin teknike e kemi bërë, zyrtarisht e kemi shfaqur në televizor, para 2 jave kam mbledhur ministrat, pra sot, kjo është arsyeja të më falni që s'dola në orën 6,
është arsyeja se unë ishe me ministra. Pra qeveri teknike kemi bërë ne, e kemi bërë me shqiptarë, e kemi bërë me ata që të shërbejnë ju t'jenë shërbëtorët tuaj, jo t'jenë vrasit tuaj, jo t'jenë që të vjedhën ju. Të dashur shqiptarë, një person o një familje që nuk ka tokën e tij, nuk ka jetë, nuk ka liri, nuk ka demokraci. Tërë luftrat në përbot që janë bërë me shekujt që kaluan, janë bërë vetëm për pasurit personale. Për shembull, po e nxjerrin ta kuptoni më tepër. Nëse do vinte një luftë mbi një shtet tjetër, çdo njeri dilte me armë o me shpatë për të mbrojtur atë pjesë tokë, aq sa dy lymë kishte. Kur dele ai tjetri dhe ai kishte tokën, do me thënë dilnin në luftë për të shpëtuar pasuritë e tyre. Kurse në Shqipëri, pasuritë e tyre i kanë shitur, kanë bërë në hasëmëri 5-6 veta, por pasuritë nuk ikin, se është një tokë, është tokë e tyre, është e patunshme, pa lëvizur, është në vend. Pra, mund të vjedhësh, mund të bësh, mund të marrësh para, mund të bësh milioner, po të nesmen parat kthehen përsëri në vendin tënd. Pra, të dashur shqiptar, ju shpëtuat. Ju duheshit të shpëtuar para disa muajve. Po u penguan arestimet. U penguan nga KLP-e. U penguan nga gjyqtarët. U penguan nga avukatët. U penguan sepse të dashur shqiptar, në gazetari, ishën dije kaptera, janë bërë, a ishin i vetë në Top Channel, në Klani, ishën kaptera, janë bërë gazetar, ishën kaptera, janë bërë shkrimtar, kanë shkruar libra, janë për televizorit sot, janë të moshuar. Këta i shkatruan kombi shqiptar, se paraqiten si njerëz me influencë, janë pa shkollë fare dashur shqiptar. Kanë bërë libra, shkarravinat e tyre, që gjoja i shese, po nuk shiten, këta bëjnë korrupsion. Pra këta e shkatruan kombi shqiptar, sepse deputetët që kanë qenë për 35 vjet, u jepnin para, a keni parë ju të marrë njëri $30,000 në muaj, si këta të quajtur analista gazetar? Pra, kjo është qëllimi dashur shqiptar. Për këtë u kam thënë. Për këtë u kam thënë që do arrestojnë gjithë, jo vetëm këtu, dhe në Kosovë. Pilin që çdo gjë që u ka thënë realitet. Pilin mos u kam thënë shumë gjëra, se nuk do më besoni. Lum ai që do jetë në Shqipëri dashur shqiptar. Lum ai që do jetë në Shqipëri t'i gëzoj fëmijët e tij, si vendi jo nuk ka në botë. Amerika e do Shqipërinë. Po mos e donte Shqipërinë, Amerika çlirovi Kosovën dashur shqiptar. Thaqin e mori, e mbajti afër. Ai është patriot sepse luftoi për të çliruar Shqipërinë. Pavarësisht se çlirovi Amerika. Unë kam thënë dhe e them përsëri, Ramushi ka vëllezër të vrarë. Le që thonë njerëzit, është bërë pasunik, më vonë kur të bëhet, çdo gjë do zgjidhet e vërteta. Po një njeri që ka të vrarë vëllezër në luftën e UÇK-s, të quajtur UÇK, ai është patriot, familje patriot. Por thashë themet spionazhi për të shkatruar shqiptarët, për t'i mbajtur ata në burg, do dalë e vërteta janë në burg apo janë në tjetër vend, unë i di shumë gjëra. Pra, ata kanë luftuar për të shiruar Kosovën, pavarësisht se ata ishin me pushka Pedruri. Amerika, kur bombat hidhshin në Beograd, presidenti Clintoni doli me një copë letër dhe e lexonte do luftojmë me Serbinë. Ne i kemi të gjitha fotografit. Mos dëgjoni thashë themet. Mos dëgjoni disa në Kosovë që janë ca parti anti-shqiptare. Unë i kam thënë Kurtit që në fillim, ka 5-6 muaj,
hiqe, flamur, vek të flamur. Vini lartë e poshtë e ka 2-3 ditë. E të shtunën, bërtisin benin, do bëjmë qeverin. Jo, s'ka qeverin. E patë se s'bet qeverin. Janë qeveri teknike. Prap qeveri teknike, jo me ju. Me të rinj kosovarë. Me të rinj që janë jashtë, në Zvicër, kudo. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e vërtet. No me thashe theme. Ato janë thashe theme, dashur shqiptar. Po si të jenë ata në luftën e Agë? Në Agë zot e pranojnë kur, as njëherë. Serbi i vrau, a e bani mend 99-ën, në Dimër, në Borë, arritën nga fshatrat e Kosovës, arritën tropoj, në për të Borë vdisi rrugës. Tamam jau, si dikun më 24-ën, që qamrit nga qamëria, në tokën e tyre, duke shpuar me bajanet, i nxinin fëmijët deri në ullishtin e Vlorës. Edhe sot qamrit rinë në heshtje. Pra, të njëjtë edhe Kosovë ndodhi ajo vrasje. I vranë kosovarët. Ato partit janë bërë pasunik në Kosovë. Ka 5-6 muaj, hidhet presidentja, jo moj vajzë, moj president, ty aty në karrike të kemi futur ne. Të kemi futur ne në atë karrike. Edhe ish kryeministri e hum nuk vuri mend. Doli, kur them e hum, jemi ne shqiptarë. Që po imbrojmë kombi shqiptarë. Jemi ne që do bëjmë Shqipërinë me kufin natyrore. Jemi ne që qeverin teknike përsëri sot. Kjo ishte arsyeja dashur shqiptar që i thrita prap ministrat. Ne mund të shohim edhe foto. Dashur shqiptar, kjo është fotoa që shihni ju, që i thrita ministrat urgjent përsëri për të përgatitur për të shkuar në zyrë. Por po u lajmëroj të dashur shqiptar. Ku ndodheni në çdo vend në globin? Kudo në Evropë, o në Afrikë, o në Kinë. Kudo janë shqiptarët që më shkruajnë, e janë pra, erdhi koha e juaj. E janë sa më parë ta bëjmë Shqipërinë me intelektualet e vërtet. Ta bëjmë Shqipërinë me ato familje që gjyshit dhe sërgjysht e tyre ka luftuar për të mbajtur tokën e kufijve natyror. Erdhi koha dashur shqiptar, nuk na ka që na bën me ne as Parizi, as Beogradi, dhe as Moska dhe as Londra. Është koha jonë. Ja pra fotoa tjetër. Profesor, a ta bëjmë pyetje për këtë? Po. Profesor, ju sot ndodhet përsëri qeverin teknike. A mund të na thoni më shumë rreth organizimit që ju po bëni? Gazetare, ju e shihni vetë. Sot përsëri e thritëm, lere këtë foton t'i saroj mirë, të gjithë janë ministra që do t'jenë për t'i shërber kombit. Gazetare, Shqipëria është në zjarr, tirania, sepse nuk ka me qa djek në tokën e Shqipërisë. Po u drejtojmë dashur shqiptar, po u shikoj drejtje në sytë, e më shikoni drejtje në sytë. Erdhi koha e jonë. Erdhi koha e patriotëve që janë shqiptarët. Erdhi koha e jonë që ne kemi ndryshe pe botës. Ne jemi një racë, jemi një gjak, jemi një komb që quhet Shqipëria e kufijve natyror. Që janë shqiponjat tona, krenarë. Luftat tona kanë qenë të hedhur dashur shqiptar. E shekujt e kaluar, qindra dhe mira vite. Po erdhi koha sepse pislekun, ëllubin,
që na kanë ullur vlerat e kombit shqiptar, janë këta të 35 vjetë s'ka qenë asnjëherë në historinë e Shqipërisë. Asnjëherë nuk ka qenë. Na vravi vërtet regjimi komunist. Na i mbylli portat. Me tela. Por këta i hodhe njerëzit në det. Po i vrasin janë bërë ushqim për peshqet. U bën ushqim kur kaluan në Greqi për herë të parë në 10-91. U bën, vjen shqiptarët me kokë e me këmbë, u vjen trupi pa kokë nga grekët. Ne nuk e harrojmë. Ne i kemi foto të gjitha. Arritën grekët, sa në Sarandë e Gjirokastër, ngrinin flamurin për 10 metro të gjatë, 10 metro flamur grek. Dhe qeveria që ishte në krye e Berishës asgjë. Përsëri, njerëzit që janë anti-shqiptar, sa i thonë, të hash bukën e Shqipërisë, të t'japin tokë e njën tjetër dhe thua jam grek, që e i Belliu. E thot, pëde, turp të keshtë, thot, mi jepni vota o grek, se unë do t'u jap detin. Mi jepni vota o grek, se unë do ves skulpturën e babait të këtij që është kryeministër në Greqi, Papandreou. Mi jep mua votën të t'jap varret ku të duash ti. Varret greke, që s'ka asnjë grek në tokën e Shqipërisë. Mi jep mua para ti të bëj qefun, të bëj vil. Ti sudoj shqiptarët. Më lerë të ve kryqet me çdo vend e me çdo kodër. Vend e pa vend. Ne jemi kundra fesë. Ura kam thënë një mjerë, ne kemi 3 fe. Musliman, ortodoks e katolik. Por aman, unë po them, ditën e parë që qeveria të jetë shërbëtori i kombit shqiptar, nuk do ketë varr grek në tokën e Shqiponjave. Nuk do ketë kryq vend e pavend në tokën e Shqiponjave. Po do ketë çdo gjë realitet. Do ketë ambasador që kur të dalën në për Evropë, të thonë jemi shqiptar. Jemi krenar që jemi shqiptar. Ti thonë asaj France, atyre horrat e Francës. Ne jemi shqiptar, ne të kemi krijuar. Napoleoni ka qenë toni. Ti thonë Italis, ne kemi hapur Vatikan për herë të parë. 3 popët e parë janë shqiptar. Kujt ti thonë? Të gjithë botën kanë qenë shqiptar. Edhe mbreti i fundit, Faroku, në Egjipt, shqiptar. Iran, shqiptar. Sëri, shqiptar. Kudo, shqiptar. Turqia, 36 kryeministra, shqiptar. Gjerala me qindra, shqiptar. Kudo? Pse o vlezër nuk pajtojnë njëri me tjetrin? Pse nuk i bidorë njëri tjetrit? Po e urrejnë shqiptari e shqiptarit. Kur jemi bashkë me një tavolinë, qeshëm, sa kalojmë kurrizin, i vem nga i not njëri tjetrin. Lirini Minjan, erdhi koha e shqiptarëve, nuk mund të mashtroni dot. Lirini kafen, lirini gotën e rakis. Se ajo, kur e pi atë kafen e raki, nuk e gjerë rrugën, po duke shkuar rrugës, do përpiqesh me një do rriesh, do vritesh. Për një makinë, fërkimi, zjerë armën. Kush e ka armën? Njerëzit pa fytyrë. Unë them gjithë të rinjve, që këta e quajnë terroristë o mafia. Ju të rinjë nuk jeni mafia. Po ju u keni shërber këtyre rrugaqve. Këta u kanë vrarë ju, me qindra dhe me mira që po u vrasën çdo ditë.
Shqipëria ka nevojë për ju të rinj. Erdhi koha, këtheni kurriz atyre palachove. Se u kanë bajtur pranë qëllimisht për të eliminuar si familje. Sa shqiptar që thonë mafja e Durrësit, e Elbasanit, e Vlorës, e Shkodrës, ju e sini mafja. Ju jeni të rinj që kombi shqiptar ka nevojë për ju. A e mendoni njëherë se u kanë vrarë shokët njëri tjetër? I kanë vrarë këta, që janë në parlament, në qeveri. Këta rrugaq, ju jeni të rinj, kombi ka nevojë për ju. Kombi ka nevojë për ju të jeni të martuar, të jeni fëmijë, të shtohet kombi i Shqipërisë. Jeni të zgjuar. Unë u kam thënë dhe betohem para jush përsëri, sy për sy po më shkoni drejt. Çdo në burg që është në Evropë, kudo që t'jenë, do t'i lirojmë t'i sillëm këtu. Ky është vendi jonë. Janë të burgosur në Itali, në Greqi, kudo në Ingilterë. E di pse janë të burgosur? Dofta të burgosit më dëgjojnë. Kocë koti. U kanë hedhur nga një drogë. O u kanë thënë keni vjedhur, ju e s'keni vjedhur. Qëllimisht për të eliminuar intelektual të rinj. E kam fjalën, kur je një djalë i ri 25 vjet, s'ke nevojë të kesh shkollë. Ti je për kombin, por të quaj njëri pa shkollë. Kurse këta, rrugaqra e patë sot në parlament, si u bashkuan të tëra votat. Ai s'është parlament. Unë nuk kam thënë, ai nuk është zgjedhje, po është arrestime. Ja pra erdhi koha për të arrestuar. Zvarr kanë për të hequr sepse e shkatruan kombin. Pra të dashur shqiptar, i mblodha urgjent, të jenë gati minuta minutën, po mbi thirrje e janë sa më parë lereni mërgimin. Lereni sepse edhe në mërgim, ju më dëgjoni dhe ju e dini, sa djemë të rinj jeni ndarë në Itali, në Greqi, në Ingilterë, në Francë, në Gjermani. Kudo jeni ndarë? Pse jeni ndarë? U ka futur sherrë. Keni lindur fëmijë, qëllimisht u kam përqarë që mos ktheheni në tokën shqiptare. Bashkoni vlla me vlla, erdhi koha. Erdhi koha shqiptar, erdhi koha e këtij flamuri. Lejeni me janë fet, e bani me zemër. Unë vërtet jam musliman, do vdes musliman, por aman nuk kam vajtur, se s'më ka lënë koha. Por i them në mëngjes Zotit, o Zot, shpëtoj shqiptarët. Shpëtoj shqiptarët nga gjë e keqe që na ka zënë, na ka ulur autoritetin. U të dalë përsëri dashur shqiptar, sepse e keni mendjen për arrestimet. E keni mendjen për zvensk kryeministre. Unë nuk kam thënë dikur, mani mend që unë kam thënë, që dhe një gjilper ta hedhësh në tokën, kudo në eldim. Unë po i drejtohem drejt për drejt, edhe ajo më dëgjon tani, kryeministrja, besa e generalit, besa e Bekir Ballukut, është e re, ka ikur. Unë e di kusht. Ne e dim kusht. Dëgjoj me vëmendje. Dosja jote është shumë e rëndë. Po kur ti ik, që të kanë thënë ik, dosja jote është aq e rëndë sa një traktor se hejdot. Ktheu në tokën e Shqipërisë. Shko si burrënesh. Ç'ke vjedhur, thuaj, ja ku i kini. Më kanë marrë me qafë. Edhe pyet kush të ka marrë me qafë. Mendo për një moment kur ishe në Greqi, që s'kishe asgjë. Gjë e vjedhur nuk bahet. Unë po e them para shqiptarëve. Spaku më dëgjon. Nëse Spaku e di që ka dërguar tjetër për arrest,
ka dërguar tjetrën për arrestim kudo që t'jem në forcë. Ka ikur. Unë po them shqiptarëve dhe zëvendës kryeministri që ka ikur në parë, do t'e sjellëm këtu. Po unë po i drejtohem përsëri zëvendës kryeministres Balluku. Eja sa më parë. Eja dhe tregon realitetin. Ne i dim ku i ke parat, me ke i ke dhe kush i ka. Eja që nuk je e vjetër të bësh dënimin sa e meriton. Eja sa më parë. Por ndryshe, ne i kemi kudo në Evropë. Edhe atje ku je ti, i kemi. Je në Zvicër. Edhe aty i kemi njerëzit. 24 orë në të cilën po të duam ne. Por, unë po ja le byros kombëtare, spakut, të arrestoj sa më parë. Por le të vijmë përpara. Mos dëgjo Edi Ramën. Nuk e ku vete. E në hënë të vini, këtu do i një llogari. Pa marrësi se këta gazetarët për hapën në shkëtu, e pam me një tren, e pam në autobus, ata s'din gjë fare. Unë u kam thënë që përpara dashur shqiptar. Të gjithë të spakut janë 20 e ca, e njeri tjetri nuk i di. Jo t'i din këta, lamash, të quajtur gazetar, sekret, del një lela, sikur e di zoj, as di, as gjë, as një vetën e saj. Po vetëm del në televizor e thot, unë e di i do arrestoshe kryetari i bashkisë. Unë e di i do arrestoshe Ilir Meta. Unë e di i do arrestoshe kjo. As di as gjë. Ato janë tëra mashtrime. Këta u kanë coptuar ju të dashur shqiptar, të quajtur analiste, gazetar. Pra, erdhi koha, unë i mblodha urgjent, janë të gjithë intelektual, po janë me qindra që kemi që do vinë. Ne i kanë dërguar të gjithë, nga Gjermania, sot arritën nga Italia, që duen shumë, të dashur shqiptar. 13 janë sekretar në Shqip, quhen ministr, ata janë quhen sekretar. 3 drejtori. Drejtoria e policisë. Të mos kenë frikë që thonë do ikim këta, jo, këta do t'jenë. Dhe do marrë $1.200 për 2 javë. Po do vinë shumë të ri. Drejtoria e FBI-s do të quhet eksakt të dashur shqiptar, do të shihni dhe stampën që do t'u nxjerrën nesër o pas nesër, FBI-ja shqiptare. Është byroja shqiptare e hetimeve. Drejtoria e inteligjencës, më dëgjoni me kujdes, drejtoria e inteligjencës CIA -13. Do të shihni dhe si është. Dhe bithirrje nga këta që janë në polici, që janë kudo në Shqipëri, jashtë shtetit, e janë i të mbroni kombin. Do mbroni jo vetëm kombin e Shqipërisë, po dhe kombin e bekuar që ka mund të dytë Amerikën. Amerika është që u do ju dashur shqiptar. Kushdo që të ngrije, të i hiqi, o po mi ma thjet në Amerikë, i dukshëm, e kam fjallën në State Departament, s'ka gjë bën. Është bërë programi që do bësh Shqipëria me kufi natyror. Ka marrë formë të prerë, sa jemi gjallë ne. Unë u bi thirrje të gjithë. E janë i sa më parë. E janë i ku i kemi zyrat qendrore. Nuk u thresëm të dashur shqiptar për vota. Vota do t'jenë të lira. Kur bëhet qeveria teknike, do ndajnë pasurit, do ndajnë miliona dollar që janë bllokuar tipe shqiptarve, vila, hotele tipe shqiptare, pallate që janë në përqytet, mos Tiranë, që ke 200-300.000 hyrje. Vetëm Tiranë. Edhe i fundit do ke 2-3 hyrje gratis, që është toke shqiptare. Për këtë jemi ne, për kombi shqiptar. Kurse këta,
që ishë sot në atë parlament që zirëshin, njeri me tjetër, dilnjë dhe i thoshin, po votat i kemi ne të PD-s, të PS-s i bashkuam, dhe ju që jeni partit vogla, një sheu, unë ngrit edhe a i foli shumë të drejt. Neve s'na pjosi fare, tha. U hodh, a i Librazhit, kryetari i parlamentit të PS-s, u hodh dhe tha, ne jemi këtu. A i shnon grada, a i do arrestojnë, edhe a i Librazhit. E ka problemet me drogat që beshin në Elbasan. Pra janë nudisur, janë kreur, po jo. Pa amërsisht se janë tundur e lekundur me loj kostume, me loj vila. Kanë edhe uzbeqare më shpi që s'kishe ndodhë do njëherë kur. Po i gatojnë, i benjë. Pra janë arritur me uzbeqar kurse shqiptari mendon për pukën e gojës. Unë i pash me sytë e mi. Pra të dashur shqiptarë, erdhi koha e juaj, shikoni si valvojnë flamurët që i duan shqiptarët me zemër. Shikoni flamuri Amerikanë si eshtë, shikoni Shqiponja si ishtë bashkuar se bashku me flamur Amerikanë. Shikoni dashur shqiptarë ku arriti koha. Pra, mendjen e di që e kini dhe prisni, e shikoj që na jini gati 2000 njerëz që po prisni, 2000 veta e papar do njëherë, sepse ne kemi për 35 minuta, janë 2000 veta. 2000 veta duke shikuar të dashur bashkëdhetar. Kurse këta, të rrugaqëri, si nga PD-ja, nga PS-ja, bëjnë 2 orë në për televizoret, klani, nuk kanë as 150 veta. Kurse ne kemi me mira e me mira. Sepse e duan Shqipërinë, nuk është punat se e duan Pilinç. Pilinç është një. Po Pilinç ka ardhur për kombin, është i betuar, amanetin e ka, amanetin e përfundovi, qeverinë teknike e beri, prap i thrita sot, prap nesër kam punë, me ata jam në zyrë të më fali që dola në orën 7, por regjizori do të thot gjithmonë, në qoftë se unë jam me njerëz, do thot prisni, jemi në këtë minutë. Pra të dashur shqiptar s'kam me qatë të them, qoftë se gazetarja ka pyetje. Ju a keni diçka ju për shtuar? Unë kjo ishte e fundit që shqiptarët të presin, do vi ditë e bardhë, do bëhet një dasmë se kemi zakone, po do bëhet dasmë e tëra Shqipëria, që në Kosovë, në Malë të Zi, në Tirani, edhe toka e Çamëris ka filluar po lëviz, sepse atje do ngrihet flamuri i Skënderbeut përsëri. Pra dashur shqiptar, ejani, ku keni dëshirë në 3 drejtorit, keni dëshirë në qeveri, duhen me mira, keni dëshirë të vini ambasador, keni dëshirë doktor, dohen spitalet të mrekullueshme, edhe ju do habiteni. Pra, e njërë, natën e mirë, miru pafshim nesër dashur shqiptar, do keni lajme shumë të reja, se gjesë të do arestohen, nuk lajmërojnë vetëm do arestohen. Pa, janë kapur shumë telefona këto ditë, arestime janë të panumurt. Natën e mirë, e miru pafshim nesër, e njëherë kërkoj falje, që u vënova në orën 7, por e njëherë, kjo kushtetut amerikane do bëhet, do jetë me president, me 13 sekretar, ka i do ketë. Pra, do jenë, mos keni halë se po bëjnë zgjedhje, nuk ka zgjedhje për këta bashkije. Ka vetëm arestime. Natën e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër. Natën e mirë. Rrotë flamuri shqiptar dhe flamuri amerikan. Falenderoj profesor. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.